nuk I dua makaronat. Jo, nuk dua as pilaf. Dua molto patatina, dua mjaltë të çokoladë. E o Pimbi te Kanjozi, që nuk ngopesh me asgjë. Për të qenë I shëndetshëm, duhet gjellë dhe jo tigan. Jam fëmijë dhe kam të drejtë. Tu ushqem, çfarë kam qef? Që të bëhem por si babi, burrë trim, jo, quravec. Ti s'do dru mor djalin bar. 2-3 ditë të rish pa ngrënë, të shikosh si do të pëlqejnë, çfarë do që të vejë në pjatë. Po eja tani, ti lejnë fjalët, se na presin fëmijët. O, kanë ardhur fëmijët. Ejani kalamaja. Ejani. Po, Pumbi sa buzëqeshje e bukur. Po, vajza duket si një princeshë. A prezentau pak. Unë quhem Rajna Metko, jam 9 vjeç, studioj në shkollën Stavri Themeli në klasën e 4. O, sa bukur. Po, sa bukur, faleminderit që jeni në emision. Rajna, cila është ngjyra jote preferuar? Ngjyra ime preferuar është roza. I pecupke. Miropafshim. Pafshim. Shëndetje, si quhesh? Vasil. Vasil, po më jemi në si e kjo, Vasil? Unë quhem Vasil Andon, jam në klasën e 4 në shkollën Sabri Semeli me mëse Julin. Unë jam Pimbi. Unë jam Pumbi. Vasil, çfarë të pëlqen të bësh në kohën e lirë? Të luaj futboll. O, sa bukur. Po Kur mbaroj lojtari i preferuar emisionin, kush është? Çfarë? Lojtari i preferuar në futboll. Cristiano Ronaldo. sa mbaroj emisionin do luajmë futboll bashkë. Mirë. Miropafshim. Pafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin më bukurose? Alara Këjan. Jam 9 vjeç, jam në klasën e 4 dhe studioj në shkollën Stavri Themeli. O, na I ka kaluar, unë jam në klasë të dytë. Sa emër I veçantë. Më thuaj, çfarë kishe për drekë? Për drek sot kisha pak gjellë me edhe pak pilaf. Kishte gatuar mami apo gjyshja? Mami. Mirë atëre, ti do as gjellë, unë do a pilafin. Në rregull? Po në një gjë mua, nuk Faleminderit. Po mbetën gjë ti do lashenët. Jemi në rregull. Miropafshim. Pafshim. Përshëndetje, unë quhem Melda Ndushi, jam 9 vjeç dhe studioj në shkollën Stavri Themeli në klasën e 4. O, sa bukur. Eldon, cila është lënda jote e preferuar? Matematika. Ua, dhe mua më pëlqen shumë matematika, pas kemi të përbashkët. Unë e kam të merr matematikën. Po se ti nuk mëson o Pimbi. Mësoj. Do më ndihmosh dhe mua në matematikë pastaj kur të rritem vetëm në klasë 4. Po. Faleminderit, miropafshim. Mirupafshim. Pafshim. Ua, sa syç ka të bukura që paske. Edhe sa flokë të bukura që paske. Po emrin si e ke? Niki, unë quhem Niki Xhuti, jam 9 vjeç dhe studioj në shkollën Stavri Themeli në klasën e 4. Niki, çfarë të pëlqen ty më shumë mua? Mua më pëlqen volejbolli. Volejbolli. Ua, Sa bukur. sportiste. Po nga lëndët e shkollës çfarë të pëlqen më shumë? Matematika. Të gjithë matematikë. Të gjithë matematikë. Ore, kuzhina nuk I pëlqen asnjëriu. Miropafshim. Pafshim. Mirupafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë quhem Klej Çaçi, studioj në klasën e 4 dhe jam 9 vjeç. Klej, cili është sporti yt I preferuar? Futbolli. O, luan futboll. Po lojtari yt I preferuar? Cristiano Ronaldo. Pastaj do bëjmë ndeshje sa më në fillim. Po, do bëj. Do Mirupafshim. fitoj skuadra jote apo? Imja. Imja. Jo, Po ti imja. me ne apo me ata je? Nuk e di. Nuk e di je me ne atëre. Miropafshim. Mirupafshim. Pafshim. Përshëndetje, si quhesh? Quhem Paola Mihov. Paola, do më japësh mua një xhiro këtë bluzën? Jo, do më jap mua, se si Mua, që është mua. personazhi im I preferuar. Do t'ja Pumbit. Bum, sa I not. Po mirë, si që është personazhi im I preferuar? Po ju ti, cili është? Stitchim. Ua, pas kemi të përbashkët. Mirupafshim. Miropafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Më thuaj si të quajnë? Unë quhem Aleksandr Kota, jam student në shkolla Stavri Themeli, jam në klasën e 4. O, Aleksandr. Aleksandr, të pëlqen emisioni ynë? Po. Po mjaltë më ke sjell mua. Jo, kam marruar. Po më shumë kush të pëlqen? Të pëlqen Pimbi apo Pumbi? Pumbi. Pimbi. Pimbi. Pimbi jupi, sa qef. Nga që je çamarok si ai, prandaj të pëlqen. Mirupafshim. Faleminderit, Pafshim. miropafshim. Përshëndetje. Përshëndetje. Si ke emrin? Unë quhem Natalia Nestor, unë jam 9 vjeç e gjysmë edhe jam në klasën e 4. Po këto sy çka kaq të bukura ku I ke gjetur? Çfarë pyetësh bën dhe ti o Pimbi? Po pyes po se I ka të bukura. Dhe kanë sill të dy mjalt. O, sa ke si mjaltë, faleminderit. Tash ku është apo pas emisionit? Pas emision.
Më thuaj çfarë të pëlqen ty më shumë? Futbolli. Futbolli dhe ti. Sa bukur. O, do jesh me ne skuadrën pas kemi time. skuadrë të mrekullueshme. Do jesh me Jo, skuadrën do time, vinë do skuadrën fitojmë. time. Hajde në skuadrën Do të time. vi të dy. Në të dy s'mund të luash, vetëm po t'ish arbitër. Okej, unë do të vi në pumbi. Kaminat. Jo ty. Faleminderit për mizerin e emision. Bye. Përshëndetje. Ky popull të qeshëm. Popull të qeshëm më ka sjell mjalt, më ka xhan. Ja, nuk të kam sjell. O, ush më ka sjell mjalt. Atëherë më ka sjell mua mjalt. Ja, asnjëri. As mua nuk më ka sjell. Gjunat këne. Po ushqimi i preferuar cili është? Pilafi. E po ja, ne Pilaf. s'kemi pilaf. Do vim për drejtë nga ty. Na bën dy pilafë. Hajde. Sa gjë. Faleminderit që jeni në emision. Më Mirupafshim. thuaj çfarë të pëlqen ty më shumë? Mua më pëlqen të luaj futboll. Futbollin e ti. Do luajmë pas emisionit. Mirupafshim. Wow, Mirupafshim. formua skuadra. Mirupafshim. Ju përshëndes të gjithëve këtë të shtunë të 15 nëntorit nga shtëpia jonë e bukur dhe e ngrohtë me plot fëmijë të cilët shkëlqejnë si gjithmonë, Pimbi, Pumbi dhe miqtë e vegjël. Jemi në mes të muajit nëntor dhe siç e shihni, ne kemi varur flamujt pasi kemi përpara festat tona kombëtare, ato të ngritjes së flamurit dhe ditës së çlirimit të Adheut. Përshëndetje Pimbi, Pumbi që më bëhet qefi që përveç pyllit ke zbukuruar dhe shtëpisën tënde të vogël. Përshëndetje nga ne. Po ju kemi bërë fëmijë, shumë bukur. fëmijë, a keni zbukuruar klasën tuaj? Po ju fëmijë keni zbukuruar klasën tuaj, thot Pimbi? O, sa bukur. Të gjithë e Ja, ka edhe ne zbukuruar klasën. zbukuruam shtëpizën tonë. Përshëndetje Tea. Përshëndetje Jonida. Përshëndetje dhe nga unë të dashur teleshikues. Ju them me plot bindje se dita ime me preferuar e javës për mua është shtuna, dhe jo vetëm sepse jam pushim nga shkolla, por sepse jemi të gjithë së bashku në shtëpizën tonë të vogël dhe si gjithmonë me miq të rinj. Miqtë tanë të kësaj radhe O, Jonida, më nxënësit, fal, më po. them diçka. Po, Ajo te na ka marinat se ka Wow. disa emisione që nuk na ka përshëndetur. Përshëndetja më të Pimbi. përshëndeti, Jo. nuk haron Tea. E përshëndeti Tea apo jo? E përshëndeti, shikon? kështu që 10 Po, vjet mjalti nuk ku i njenj. Atëherë, unë ju prezantoj miqtë tanë të rinj të ditës së sotme janë nxënësit e klasës së 4C me mësuese Juliana Stavren, të cilët vinë nga shkolla Stavri Themeli. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Atëherë, fëmijët do të flasim për ditën e sotme. Ju e dini që kemi një temë të cilën e trajtojmë dhe një temë interesante të cilën e menduam ta trajtojmë sot është regjimi ushqimor. Pra do të flasim sot për ushqimet e preferuara, fast foodet, restorantet, apo gatimet tradicionale të nënës apo të gjysheve, pse jo dhe të baballarëve, ka dhe baballarë të cilët gatuajnë. Kështu që si duhet të ushqemi me plot vitamina dhe me kalori, do të na i tregojnë fëmijët, pasi ata që merren me sport kanë një tjetër dietë nga ata të cilët nuk kryejnë veprimtari sportive. Kështu që ne do të kalojmë mbrapa me Tean dhe do të nisim kështu bisedën me Klevisin. Kjo temë është tema e preferuar. Po. Po këta fëmijët kanë sjell ndonjë ushqim për ditën e sotme? Jo, O, ushqim. është vakt dreke, kështu që e kanë konsumuar ushqimin dhe më pas kanë ardhur në studio. Jonida, një gjë për mund të ne. bëj unë një pyetje? Klej, në rregull, më fal se ngatrova. Klej, e marri mikrofonin dhe më thuaj pak. Cili është ushqimi jot i preferuar? Do shohim nga kamera me dritë të kuqe. Ushqimi im i preferuar është gjella që më bën mami, sepse është e shëndetshme për trupin tonë. Po, ndonjëherë nxiton dhe merr ndonjë fast food, ndonjë byrek, ndonjë hamburger, ndonjë gjiro apo pica, shpejt e Po, shpejt. ndonjëherë kur dal nga servitja, jam në servitje në futboll, marr një hamburger dhe pastaj shkoj në shtëpi. Ju që jeni sportist, keni ndonjë dietë specifike që ju thot trajneri? Jo dhe aq, po ndonjëherë po na jepën. Pimbi, Pumbi, keni pyetje? Unë kam një pyetje. Po, forca, shpejt. Për derisa quhet regjim ushqimor, regjimi është të flesh gjumë. Atëherë regjimi ushqimor i bie gjumë nga ushqimi. Jo, e Kleisja ke shpjegoi shumë pak që gabim. dhe regjim do të thot edhe një regjim me dietë të rrept ushqimore, jo vetëm gjumë apo jo. Jo, Do nuk me thënë mund të hapa klava sa të dua. Po. Ja ta dëgjojmë Kleisin çfarë do të thot? bakava nuk mund të hash sa të duash, sepse duhet ta ndrosh ndonjëherë. Sepse të kishte edhe ëmbël. Po edhe së muresh. Edhe nga mjalti. Ja japi Po. mikrofonin Natalias. Tea, ke pyetje për Natalian? Natalia, cili është ushqimi jot i Shojmë drejt e preferuar? dashur. Ushqimi që të gatuan mami ose gjyshja, apo ushqim që ble? Ushqimi im i preferuar është pica.
Pica e gatuar nga mami? Pica e bler? Po. Pizza e bler. Shumë pëlqen që je shumë e drejtë për drejtë. Shpesh me ushqime kështu ti Natalia? Jo. Jo. Natalia. O Natalia, Shion në maksimum. o Natalia, dita përdorësh telefonin? Po, unë e përdor shumë, edhe Robloxin. Atë do mbesh mua një zile kur të shkosh për picë. Po. Faleminderit. Po fruti joti preferuar Natalia? Shojmë drejt e kamera. Fruti joti preferuar? Fruti im e preferuar është molla, banane edhe të tjera. Po ai që nuk të pëlqen, i pa preferuar. I pa preferuar s'ka asgjë. S'ka asgjë, domethënë ti ha të gjitha. Po mirë, bën naze në ushqim? Jo. Nuk bëj fare. Sa vakte ha në ditë? Nuk e di. Domethënë mëngjesin e konsumon? Po. Drekën? Po. Darkën? Po. Po u bën 3. Po ndonjë ndërmjetëse, ndonjë zemë, ndonjë gjë konsumon? Jo. Jo. 3 vakte ushqimore. Mjafton. Shumë mirë. Ja japim shoqes mikrofonin. Si është më mirë dashur? Shojmë drejt. Si është më mirë dashur të konsumojmë ushqime fast foodi apo ushqime të bëra në shtëpi? Unë mendoj që më mirë është që të hash ushqime të shëndetshme, sepse rritë trupin tonë, rritë plot shëndet kur ham ushqime të shëndetshme, si për shembull fruta, perime, gjë të shëndetshme të bëra nga nëna ose mami e të tjera. Më trego ndonjë frut ose ndonjë perim që ka shumë vitamina. Bërzolla. Po jo more Pimbi, bërzolla nuk është frut ose perim. Mua nga perimet e mia të përpëlqyera është brokoli dhe më pëlqen shumë portokalli. Tani është dhe sezoni portokallit, kështu që trupi merr super vitamin. Super vitamin C. Bukuroshe, e di ti cili është vakti më i rëndësishëm? Vakti më i rëndësishëm është mëngjesi. Pse? Sepse ne duhet të ham pas se të shkojmë në shkollë, ose sepse në shkollë bëjmë shumë aktivitete të ndryshme dhe trupi tonë duhet të ka nevojë për proteina. Po ti çfarë konsumon në mëngjes? Si? Çfarë konsumon në mëngjes? Në mëngjes ha kos me drisra ose ndonjë banane e ndonjë gotë qumësh. Ushqim përpara se të shkosh në shkollë, ha në shtëpi apo merr ushqime vete në shkollë? Marr dhe ushqime vete në shkollë dhe ha në shtëpi. Shumë mirë. Këtë regjim ushqimor ndoshta duhet ta ndjekin edhe shumë fëmijë të tjerë. Ja japim shokut tënd, i cili besoj se s'ka ndonjë preferencë ushqimore, se duket edhe nga shëndeti që i ha të gjitha. Është buçka. Po. Është e vërtetë apo ja? Po. Më trego pak të lutem. Kush të pëlqen më shumë? Cili ushqim? Ushqimi im i preferuar është gjiroja. Gjiroja, po, ja ku dolëm. Po më trego pak, të pëlqen në shijen e vet, apo nxiton dhe do ta marrësh patjetër, apo bën naze në ushqim, nuk preferon ato gatimet e mamit apo të gjyshes? Një mua ato. Edhe unë nuk bëj naze në ushqim. I kam qejf tëra. Po është i puna time. Po në shtëpi, kur gatuan mami apo nëna, çfarë të pëlqen më shumë? Gjedhrat e nënës. Gjedhrat e nënës. Pa më shua një kureshte, kush gatuan më mirë, mami apo nëna? Hajde t'ja bëjmë shqepin. Mami, do i futesh në shef kur jo, nuk i futesh në shef, po edhe duhen lavdëruar kur i bëjnë ato gjërat shumë të mira. Mami. Pimbi, keni pyetje? pyetje? Nëna, do vi unë për drejt. Do ta marrësh Pimbi ndonjë ditë? Po. Gatimi yt i preferuar nga duart e nënës, cili është? Pilafi. Pilafi, shumë mirë. Po fruti jot i preferuar? Molla. Po pija jote e preferuar? Langu i portokallit. Shumë mirë. Më thuaj pak të lutem, merresh me sport? Po. Çfarë sporti? Kam qenë basketboll dhe në futboll. Shumë mirë. Kur dilje nga stërvitja, konsumoje direkt ndonjë fast food, ndonjë gjë apo lëngje të cilat mund të freskonin pas gjithë asaj lodhe që kishe në palestër? Vetëm ujë. Vetëm ujë. Okej, shumë bukur. Ja japim mikrofonin një vajze me sy të kaltër dhe me flok super bjond. Cili është ushqimi jot i preferuar? Ushqimi im i preferuar është supa. Po ty të pëlqen të gatuash, qoftë për vete ose qoftë dhe për familjen? Po. Çfarë gatuan ti në shtëpi? Unë më shpesh gatuaj makarona. Makarona usha. Po vezën dita zje apo ta skuqin ndonjëri nga ju vet? Po kek, ditë bëj ndonjëri pejtar. Unë dita ta zjesh, po, në rregull. Po Pimbi dita ha. Dita konsumoj. Pimbi di vetëm të haj, asnjë të gatuaj. Urdhro Pumbi? Po kek, di ndonjëri prej jush të bëj, po pa ndihmën e mamit.
Çfarë dua ti? Nuk na solli pak kek. Janë në klasën e 4 këta jam 2 vjet më të rritur se ju të dy. Po si nuk na Plus solli shumë pak gjëra kek, se sa ju. E dashur pa pa na thuaj pak. Na the që është supa ushqimi, domethënë gjella jote e preferuar është supa, por në shkollë merr ndonjë byrek apo ndonjë tost të gatshëm apo e bën në shtëpi? Ma bën mami tostin. Si është më mirë të marrim ushqime të blera apo ushqime në dyqan? Ushqime në dyqan. Ushqime në dyqan. Në rregull, kam tjetër shije, Po, domethënë. kanë preferenca të ndryshme. O Jonida, mund të them diçka? Po, më thuaj. Po të lutem në vesh. Po, vetëm unë po e dëgjoj, më thuaj. Dua një farsolete se po më rrjedhin jarkët nga gjithë ushqime. Le tani pusho, pastaj do t'japi Vasili. Atëherë, kukull, më thuaj pak të lutem. Fruti jot i preferuar? Molla. Sepse shoh që nga trupi je super elegante, duke si një balerinë, kështu që Përse të pëlqen molla? Sepse ka një shije shumë të mirë. Ka dhe vitamina. Ka dhe vitamina. Rada është Damiani. Plot me mollë. Damian, kam një pyetje. Cili ushqim na jep më shumë energji për të luajtur? Patatet, çokolata çdo ditë si pimbi me pumbin apo supë? Jo, si vetëm pimbi, se unë nuk Shohim konsumoj te kamera me dritë të kuqe. Më mirë është supa. Supa, përse mendon ti? Sepse Shohim drejt Damiani, shohim drejt. sepse ka vitamina. E unë dua një supë me mjalte me Tea, çokoladë. kush ishte përgjigja? Supa. Supa, Damiani. Damiani, përveç se i gjete përgjigjen e duhur, cili është ushqimi jot i preferuar? Ushqimi im i preferuar është gjella me bamje. Edhe e imja. Shihni preferenca. Ai vetë të bëfshin Në mirë. ditë do ju sjell gjell me bamjet. Ky emision ishte vetëm për ushqimet, kështu që të gjithë kemi preferencat tona, por bamjet janë fantastike. Më trego pak, po pija jote preferuar në një lëng kishtrydur apo me gaz, i preferoni pijet me gaz? Pak. Vasili preferon të gjitha. Vasili preferon të gjitha. Damian, po ëmbëlsira jote e preferuar? Është trileçe. Trileçe. Shumë mirë. Pimbi, po ti kë ke ushqim të preferuar ose pumbi? Unë gjithçka që është e ëmbël. Pimbi ka ushqim Sigur të ta dija. preferuar mjaltin dhe ëmbëlsi të preferuar baklavan. Po, E ka thënë, ka Edhe 3 çokoladë. vjet që vetëm e thotë i shkreti. Nuk bëj naze. Ha? Çfarë thot familja të ha? Të lumt. Ja japim pak mikrofonin shokut. Okej, e mori Vasili. Hajde. Vasili, përpara emisionit po na tregoje, pizza, gyro, hamburger, vetëm fast food. Këto janë ushqimet e tua të preferuara? Por në pizza, mua më pëlqen pizza që më gatuan mami, pizza që bëhet në për të dyqanit. Aha. Po përse të pëlqen? Sepse ka shije të mire. Atëre, Vasili, ne nuk të besojmë, po mos na sollet të provojmë. Do ju thith, Faleminderit. erën tjetër Vasili do gjithë të na ndoni se. me Ana premton? po, E Pizza premton. shpije do ardhë. Vasili, më thuaj diçka të lutem, dakord, e tham që pizza është e preferuara jote, po pas pizzas kush të pëlqen? ushqimi që më gatuan mami. Ushqimet e mamit. Shumë Cili mirë. është Tregon që ushqimi të i gjitha mamat preferuar gatuan nga në ato mënyrë të që gatuan shkëlqyer. mami? Makarona, pilav. Vasili duket edhe nga fiziku i tij që s'është për ton dhe qefi i tij janë brumrat, me sa mora vesh unë. Për të gjithë. Po ëmbëlsira Vasili? Më pëlqen çfarë të tëra ëmbëlsira. Gloria, me çfarë shije të pëlqen më shumë? Me çokoladë, unë për të ëmbla jam si pipi. Si pimbi, në rregull. Oj, sa bukur, pas ka një Pumbi shok. të bëri një pyetje, thoja edhe një herë Pumbi? A Gloria, me çfarë shije të pëlqen? Me shije çokoladë. Çokoladë, Vasili. Po ju e preferoni shumë çokoladën? Vasili, Jo, kam çokoladë një të pyetje zezë. të fundit për ty. Mund të na thuash një këshill për të gjithë fëmijët që na ndjekin, po dhe për të gjithë ju që jeni këtu në skenë, për ushqimet, që ka të bëjë me ushqimet. Një këshill e vogël. Sa më shumë ushqime të shëndetshme, aq më mirë është. Të lumt. Ja japi mikrofonin shokut e pastaj ngelen ato dy balerinat. Balerina. Shohim drejt i dashur, e njëjta pyetje dhe për ty. Ushqimi jot i preferuar. Gjellat që më bën mami në shtëpi. Po cila nga gjëra, sepse mamat gatuan shumë gjëra. Çfarëdo që t'ju kërkoni ju, normalisht edhe nëse si din, do t'i mësojmë për t'u bërë qefin ju. Në herë supë makarona edhe gjell me patate, siç më kishte bërë sot për drek. Sa mirë, zgjuam dhe drekën për sot.
Pimbi, keni pyetje? Po, kam unë një pyetje. Forca Pumbi. Bukuroshe, sa vakte ha në ditë ti që je kaq elegante dhe kaq e bukur? Nuk jam vajzë. Nuk e kishte radhën me vajzat, e kishte me cunin. Mirë, atër, e ndrojmë pyetjen, pyetja e shut, çfarë haq je kaq elegant? Sepse s'është janë vetëm vajzat elegante, janë edhe cunat elegant. Ta mori mendjen Pimbi, moj, Pumbi. Jo, ja mori mendjen gjella. Po më falë Jonida, po me gjithë të ushqime dhe unë e shkreta. Edhe ti e falim. Është gabim i parë që bën, ose më saktë jo i pari, po ngatrove. Nuk quhet gabim, thjesht gabim i vogël. O Jonida, o Jonida, mua më pëlqejnë shumë ato makaronat me mjalt. Makarona me mjalt. E u tani kotet. Ja, ta dëgjojmë shokun, atëre pyetja e Pumbit ishte çfarë ushqime haq je kaq elegant, apo merresh dhe me sport dhe mban trupin në formë? Ndonjëherë ha fast food dhe ndonjëherë ha ushqimet që më bën mami në shtëpi. Po me sport merresh? Po, me futboll. Me futboll, dakord. Trajneri ju thot që mos hani këtë, ju bën një listë me ushqime që nuk duhet i konsumoni? Po, na thot mos hani hamburgera. Po, dhe ti sa del vete hamburger? Jo, unë... Vjen hamburgeri te i. Apo vjen hamburgeri tek ty? Si bje? Nuk ka shumë hamburgera unë. Po mi dëgjoj, një për mall edhe mund ta ha. Më shumë ha ushqimet që më bën mami në shtëpi. Edhe unë vetëm pas bukea. Të lumt. Të gjithë më thuaj pak, po fruti jote i preferuar dhe ëmbëlsira jote e preferuar? Ëmbëlsira trileçja, kurse fruti banania. Të lumt. Pumbi, tani ju erdhi radha atyre dy balerinave, ja japi mikrofonin. Forca Pumbi. Atere, po e bëj përsëri pyetjen time. O Bukuroshe, çfarë ati që e kaq e bukur dhe kaq elegante? Më thuaj se dua ta di. Më shumë ha ndonjëherë ha sallata ose gjëra të lehta. Po sallata më pëlqen dhe mua. Jo brumra. Po cila është gjella jote preferuar ose ushqimi jote preferuar? Gjë me bajam. Me bamje. Po ëmbëlsira jote preferuar? Krem karamel. Ne krem karamel tua dhe unë. Do me thamë Pimbi t'ja qua diabetin 600 sot. Vetëm me gjithë të ëmbla. Vetëm nga era dhe nga fjalët, paleti provoj ai të gjitha këto ushqimet tuaja. Po baklavan kush e pëlqen? Jo, po do sëmuresh lyshe. Edhe baklavan. Edhe do vile baklavaja. Shiko, sa fëmijë e pëlqejnë baklavan. Vasili ti pëlqen të gjitha shpirti jonë. Duke që je shumë. Vasili, lere diçka për mua. Në rregull. Sa të bërë bashkë ta që kanë. Në rregull, ja japi mikrofonin dhe shoqes. Po ti balerin, pa më thuaj pak. Preferon më shumë këto ushqimet e shpejta për të marrë me vete në shkollë apo i kërkon mamit të vendosi diçka te çanta për mëngjes? I kërkoj mamit të më vendos për në shkollë. Çfarë të vendos mami? Nuk e di, vetëm kur shkoj në shkollë, hapa më shumë tosta. Më shumë tost, po ushqimi më i shpejtë dhe të paktën ai që mundet balerina ta mbaj fëmijën për 2-3 orë pas pushimit të madh në mënyrë derisa të vi dreka për të ardhur në shtëpi. Pimbi, më thuaj pak. Po. Ushqimi jot i preferuar? Gjithçka që hahet. Gjithçka që hahet. Pumbi, ushqimi jot i preferuar? Po mua gjithmonë më pëlqejnë gjellat e mamit ose të gjyshes. Sa mirë gatuan gjyshja ime. Shumë mirë. Po ti Kukull, cili është fruti jot i preferuar? Luleshtrydhja. Po ëmbëlsira jote preferuar? O, dua dhe luleshtrydhe. Aman, mo Pimbi çdo gjë do ti po pushon. Nuk një ëmbëlsirë të preferuar. Nuk ke ëmbëlsirë të preferuar. Tani, unë dua t'ju bëj dhe një pyetje. E kalojmë mikrofonin nga ana këtej, mbaruam me ju, shojmë tek tavolina e parë, po mundet ta kalojmë dorë më dorë, faleminderit. Ja japim Natalias. Natalia, një këshill si ajo që tha shoku jot, po përpara për të gjithë fëmijët të cilët duhet të rriten në mënyrë të shëndetshme, për ata që kryejnë aktivitete sportive, çfarë do t'ju thojë ti shokëve të tu? Shokëve të mi do i thoja që duhet të hani më shumë shëndetshme, edhe jo brumra më shumë. Të lumt. Atëherë, tjetër, kush do të jap një këshill për shokët që dëgjojnë në këto momente? Ja japi mikrofonin. Cila është këshilla jote? Që sa më shumë fruta dhe perime të shëndetshme të hani, aq më shumë do ta mbani trupin tuaj shëndetshëm. Shumë bukur. Shumë mirë. Ja japi mikrofonin dhe bukuroshe. O Jonida, më fal, kam një pyetje. Po. Atëherë pse thonë që trupi shëndoshë me mendje të shëndoshë? Po dëgjoj, nuk bëhet fjalë për trup të shëndosh në
në kuptimin e shëndetit të tepërt në trup, por një trup i shëndetshëm do të thotë një trup i formuar, ai është trup i shëndetshëm, jo i shëndosh. Mos ngatro fjalën i shëndosh me i shëndetshëm. Dakor, Dhe të gjithë ata që kanë regjime ushqimore mund të keni trup të mirë. E dëgjojmë shoqen, ja shpjegon dot Pimbit këtë që tham? Është më mirë të konsumojmë gjëra të shëndetshme, por jo shumë ëmbëlsira. Shumë mirë. Atëherë, unë di që ju të gjithë keni përgatitur një këngë për ushqimet, apo jo? Për frutat, në rregull. Atëherë, do ta këndojmë së bashku? Po. Do shohim nga kamera drejt dhe e ka mikrofonin shoqja dhe të gjithë dëgjojeni, 1, 2, 3, fillojmë. Dua, sa shumë fruta dua. Ha një moll, portokall, një banane dhe një dardh. Dua, sa shumë fruta dua. Ha një moll, portokall, një banane dhe një dardh. Kam shumë qef, i ha me dëshirë, ndonjëherë në mëngjes lëngun me zipres. Të bëhem e fort, o sa kam dëshirë. Proteina, vitamina, ti ha trupit tim. Hej, dua. Sa shumë fruta dua. Ha një moll, portokall, një banane dhe një dardh. Dua. Sa shumë fruta dua. Ha një moll, portokall, një banane dhe një dardh. Një duar do kitje. Bravo. Ju lumt, edhe pse Pimbi si gjithmonë do t'ju ngatroj, ju ja dolën që ta këndonit këngën me sukses. Herës tjetër bëni një këngë edhe me Pimbin. Në rregull. Do të kalojmë në pak minuta publicitet dhe do të rikthehemi sërish. Jemi rikthyer përsëri në studio pas kësaj shkëputje publicitare. Loja e ditës së sotme ka të bëjë me këtë kutinë e vogël këtu, ne kemi vendosur diçka dhe fëmijët do të vendosin duar nga të dy cepat ku janë hapur dy vrima të vogla për të parë se çfarë është atje brenda. Në moment që skuadra mundet ta gjejë objektin apo shpendin apo frutin, çfarë është atje brenda, shpallet fituese. Dakor, kështu që ne do të shohim se kush do të vi nga skuadra e parë. Zillim Rajnën, Rajna. Qëndrojmë këtu, ulemi pak në gjunjë dhe vendosim duart brenda, preke me kujdes, Rajna. Çfarë mendon se është? Forca Rajna. Çfarë mendon se është? Thuaj diçka. Çfarë? Jo, nuk është pallua. Ulemi Rajna, kush do vi nga skuadra tjetër? Jo, do vi. Kujdes mos kafshonje. Do vi ti, Eja, shpejt, gjeje. Prit. Futi duart. Mos keni frikë se nuk ju ha. Nuk është e gjë. Ham. Çfarë mendon se është? Pimbi. Forca, çfarë mendon se është? Është zog. Po, e gjete, bravo. Atëherë, do të vendosim objektin e dytë. Skuadra e parë gjeti që ishte një zog, tani shohim skuadrën e dytë. Eja Damjani, futi duart këtu. Çfarë mendon ti se është? Çfarë mendon? Një pemë? Jo, nuk është një pemë. Hajde të burosh. Prit. Eja. Futi duart me kujdes. Çfarë mendon se është? Hamburger. Mendje në hamburgera ke Pimbi. Bizele. Dëgjojmë pak mendimin e shokut. Çfarë mendon ti se është? Një lodër. Një lodër, po dakor. Lodra janë të gjitha, po. Çfarë është? Zogu u gjet. Është një shpend. Nuk kam shpend, është shpend u gjet. Jo. Jo, zemër nuk është qen. Nuk është qen. Hajde Natalia. Kjo skuadër ka 0 pikë, deri tani 1 pikë është kjo skuadër. Skuadra 1, 2, 3. Skuadra 2 humbi. Forca Natalia, shikoje me kujdes se çfarë mund të jetë. Preke me kujdes. Çfarë mendon se është? Mendoj se është një gjë, një lodër
Si Pedruri. Po Pedruri po, tjetër. Hajde Natalia një ndihmë, e tham që është prej Druri dhe shpend. Hajt? Shqiponja? Jo Natalia, nuk e gjete. Radhën e Eja ti. mos e ke parë. Apo jo? Po, ndoshta dhe duket pak që ande, po hajt. Hajt, futi duart. Futi duart, shojmë. Kumbull. Çfarë mendon se është? O Pimbi, po nuk është ushqim. Tham, Vezë. është prej Druri dhe Është shpend. shpend. Çfarë mendon se është? Vezë skuqur. Është buri vezës së skuqur, si vjen. Jo. Jo. Jo, E nuk ka është radhën? tatuj. Buri vezës Eja, së skuqur. bukuroshe, forca. Vezë zjerë. E kontrollojmë në Atëherë unë fillim? tham, unë thash, gjeli është e dashur. bravo. Bravo. Të lumë. Është me skuadrën e Pimbit kjo fituam. Kemi vendosur dhe objektin e tretë, pasi skuadra e parë dhe skuadra e tretë janë të dyja me 1 pikë. Alara, do vish ta bësh një provë? Në rregull, Alara. Ecim, jo, mos e shiko. Megjithëse është pak e thjeshtë, them unë. Jo, Alara, nuk është kal. U mësuan me kafshë. Eja e dashur, Mushkë. je shumë kokmushkë. Pimbi, Si Pimbi. shikoj me kujdes, ka një element atje që e karakterizon nga të gjitha kafshët e tjera. Gjiro. Jo, Çfarë mendon se është? jo, nuk është kal, E, po japi kjo nuk e ka mundësinë bërë edhe fare, shoqes, po. Eja, se vetëm ti nuk e ke vendosur. Ja, shoqja dhe më pas Vasilin, qoftë se e gjen. Jo, nuk është kal. Nuk është Është kal, ndoshta jo. kafsha më e madhe në tokë. E, po me këtë Ka një ndihmë. element të balenë. veçantë. Jo, është kafsh, nuk është ujore. Ka një element të veçantë Çfarë mendon se që është? dallohet. Mjafton ta kapësh mirë atje ku duhet për ta dalluar që është ajo. Çfarë mendon se është? Të lumë, Të lumë. është elefant, Të lumë. bravo. Kështu që Një të treja elefant, skuadrat po janë nga një linjë, pikë, jemi ndaj mangë. medalja që është e varur atje, Tea do ja u jap, Po, kështu që ja më le të jeni kaloj pak. që të gjithë fitues, edhe pse me pak vështirësi, merreni medaljen, çojeni te klasa juaj si dhuratë nga emisioni Pimbi Pumbi dhe Miqtë e Vegjël, apo jo? Medalje po e lën tavolina e mesit. Po, tek tavolina që sapo mori pikën. Atëherë ne do të kalojmë tek pralla jon e radhës e interpretuar nga Nëna Mona. Shohim se kë ka zgjedhur kësaj radhe. Pralla të bukura dhe shumë edukative. I ndjeki. Ja ku jemi përsëri bashk, sa shpejt shkojnë këto të shtunat. Po e përsëri të gjithë një me zipres të takoj me ju. Me jepni shumë dashuri, edhe kur më takoni në rrugë, dhe më thoni që e ndiqni emisionin tonë. Emisioni është shumë i bukur, është shumë edukativ. Atëherë të mos flasë shumë, po të flasim në përmjet prallës. Sot do t'ju tregoj një prallë shumë të bukur prapë. Ajo titullohet 3 mrekullit e Vlladit mëngjesor. Më dëgjoni, Atë mëngjes, Vlladi i freskët u ngrit më shpejt se ditët e tjera. Bënte vape madhe dhe mendoi t'i freskoj pak njerëzit. Kur doli nga pylli, ra në një obor plot me molle dardha. Në një mollë, pa fationin që po zgjatte duart për të këputur disa kokra. Vlladi ju afrua voglushit dhe e pyeti: Fation, ç'po bën ashtu? Desha të mbledh një 2 kokra mollë, t'ja çoj mama se do t'i bëj komposto gjyshe se është e sëmur. Ashtu të lumë të Fation, po pse nuk po i merë? Nuk po i arri dot. Të ndihmoj unë, i tha Vlladi mëngjesor dhe u fut në mes degëve e fletëve. Bënin fletët, sa kaq u tundën dhe në tokë ran 4 mollë të kuqe
si faqet e Fationit. Voglushi i fshiu mirë dhe i futi në shport. Po i them, të më shkundet sa kukra të tjera që t'ja për vete, mendoj Voglushi. Po në atë qast, Fladi kishte ikur shumë larg. Fationit i erdhi keq që nuk mund ta falenderonte dhe vrapoi për t'i çuar nënës mollët. Ndërsa Fationi vraponte për në shtëpi, Fladi kishte hyrë në qytet. Në një shesh, pa një voglush që ngjiste shumë Fationit dhe i kishte emrin Drinas. Ai jepte e merte me një balon prej letre që i kishte ngelur të telat e telefonit. Drinas, nuk po heq dot? E pyeti Fladi. Jo, më ngeci dhe do më griset. E bëra për vllain e vogël dhe desha ta provoja për para se ta jap. Sa të mërzitet vllai i vogël, por nuk ja dhash. Nuk kam kohë të bëj tjetër se kam mësimet. Mos u mërzit, Drinas, se do të ndihmoj unë, i tha Fladi dhe u ngjit lart. Tundi telat e telefonit dhe balona ra në tokë. Ua! Do t'i them Vladit që ta ndihmoj dhe vllain e vogël për ta ngritur ballonën sa më lart, mendoi Drinasi. Por Vladi kishte ikur pak më tutje. Si nuk e falenderova, tha Voglushi dhe vrapoi për në shtëpi që t'i dhuronte balonën vllait. Vladi u fut në një rrugis të ngushtë të shtruar me kaldrem. Një voglush me emrin Lurant po mundoj të vraponte, po ishte tepër i lodhur dhe i djersitur, me si çapitej. Ej, Lurant, ku shkon kështu? E pyeti Vladi. Në shkollë po shkoj, po mu bë vonë. Nga çasti në çast mu të bjerë zilja dhe do më qortoj mësusja. U përgjigj ai. Po pse u ngritej kaq vonë? Unë ngrihem shpejt, po sot takova në rrugë një gjysh që po shkonte te stacioni i trenit. Ishte bërë vonë dhe unë i ndihmova. I mbajta valiçen. Ua, ashtu, të lumtë. Gjyshi e kapi trenin, ndërsa unë u bëra vonë. Mos u mërzit, Laurant, i tha Vladi. Do të ndihmoj unë të arish në shkollë në kohë. Pasi e freskoi mirë, Vladi fryu pak më fort dhe ja hoqi kapelen nga koka Voglushit dhe arëzoi për tokë. Ai ulta merte, por kapelja i shtyr nga Vladi mëngjesor rrukullisej tutje kaldremit, rrugëve dhe Lauranti vraponte me të katra dhe për pak u gjente dera e shkollës. Ua! Sa mori kapelen, zilja e shkollës ra me të madhe. Lauranti e shkundi kapelen, e vuri në kokë dhe u kthye të falenderonte Vladin mëngjesor. Mirë po, ai kishte ikur, diku larg, shumë larg, ndoshta për të bërë mrekullinë e katërt. Ja dhe kjo prallë mbaroi. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Shpresoj të keni nxjerrë mësime prej saj. Atëherë, duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin, ta falenderojmë njëri tjetrin, të jemi mirënjohës për në ndihmën që na jep. Si e ndihmoi Fationi gjyshin i mbajtje valiçen, po Vladi mëngjesor, është ajo era e lehtë, e ngrohtë, që ne na fladit. Prandaj, ndihmoni njëri tjetrin, mos e pengoni shokun. Sa herë t'ju jepet mundësia, tregoni të dobishëm për shokët, shoqet, për të gjithë njerëzit. Miru takofshim prapë për shtunën e ardhshme. Miru pafshim.
Atëherë kemi ndjekur prallën e interpretuar nga Dezemona Mehmeti dhe do të bëjmë disa përshëndetje përpara mbylljes së emisionit dhe për ditën e sotme. Klejs, forca bëj përshëndetjen tënde. Kë do përshëndesësh? Unë do të përshëndet mamin tim që është në Tiranë dhe... O, çfarë do na sjell nga Tirana? Baklava për ty. Në rregull. Po mësuesen? Përshëndetje mësuesen që na mëson që ne kemi pasur 4 vite me mësuese Julin. Edhe ajo është Po, dhe ajo është? Dhe ajo është mësuesja më e mirë që në botë, sepse ju mëson dhe ju edukon ju nga që jeni kaq të mirë dhe juve, apo jo? Të lumë, Klejs. Forca Natalia, përshëndetja jote. Unë do të përshëndesën mami. Mamin, në rregull. Ja japim shoqes mikrofonin, e kalojmë njëri pas tjetrit. Po Pimbin! Po Pumbi! Po prit për e Pimbi dhe Pumbi. Unë dua të përshëndes prindit të mi që më lanë të realizoj ëndrrën time që të dalë për herë të parë në televizor. Dua të përshëndes gjithashtu edhe mësuesën time dhe Pimbin e Pumbin. Përshëndetje dhe për Pimbin dhe për Pumbin ta shoqja. Po japim mund të vish sa herë të duash në emision. Dyert e emisionit Pimbi Pumbi dhe miqtë e vegjël janë të hapur për të gjithë fëmijët e qarkut të Korçës. Ndoshta edhe më gjerë. Keni dëshirë të vini e jani thjesht na lajmëroni për të rezervuar orarin tuaj në emision. Ja japi mikrofonin shokut. Të kemi thënë gjithmonë. Po, sigurisht. Përshëndetja jote Radhët Buçko. Unë përshëndes prindrit dhe familjen time, kushërinjtë dhe nanën dhe sidomos mësuesen. Fala dhe nga Pimbi. Përshëndetja Pimbin dhe Pimbin dhe Pumbin. Në rregull. Përshëndetja jote cila është? Unë përshëndes mamin, gjyshen, mësuesen dhe Pimbin dhe Pumbin. Ma Pimbi Pumbi. Ja japi mikrofonin Damiani, forca Damian. Unë përshëndet mamin time dhe gjyshen. Ndoshta ato të gatuajnë ty prandaj. Unë përshëndes mësuese Julin dhe Pimbin dhe Pumbin. Po. Më shumë përshëndes Pumbin sepse Pimbi s'është djalë i mirë. Ja kushte erdhi hakës. Tregoj ju ty po së munda 5-0. Ja kushte erdhi hakës, ja. Pimbin që dhe ai të bëhet një djalë shumë i mirë. Unë në fillim do përshëndes Pimbin. Bravo, faleminderit. Shoku jot i ngushtë, se jeni të dy njësoj, më duket. Jupi! Jo vetëm Pimbin, por edhe Pumbin. Faleminderit. Do të përshëndes shokët e tjerë që po më ndjekin nga televizori, mamin, babin dhe mësuesen time të dashur. Edhe ne i përshëndesim. Ja japi mikrofonin shokut. Kë do përshëndesësh? Unë përshëndes familjen time, mamin, babin, shokët e mi që më ndjekin nga televizori, mësuese Julin, Pimbin dhe Pumbin. Jupi, faleminderit! Shumë Pimbin. Pimbin e gjetë edhe një shok tjetër. Sa të shtua radha e shokëve ore. Unë përshëndes mamin dhe babin, edhe motrën, edhe mësueset e mia të kursit, edhe mësuese Julin. Të lumë. Edhe Pimbin. Arove Pimbin. Arove Pumbin. Unë përshëndes miqtë e mi, mësuesen, prindrit e mi dhe Pimbin me Pumbin. Atëherë ne kemi ardhur kështu në fund të emisionit dhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve që ishit me shumë Pumbin dhe Pimbin. Në rregull. Atëherë ju falenderoj të gjithë ju shikues të Rrëdhëshëkorsës që këto 60 minuta keni qëndruar në shoqërinë e emisionit Pimbi Pumbi dhe miqtë e vegjël. Faleminderit Tea, Pimbi dhe Pumbi, faleminderit që u mundua të zbrisnit që nga mali edhe këtë të shtunë për në këtë emision. U mundua dhe me të ngrenë pak sot. U mundove. Mundua me zbukurimin e skenës. Po, sa do ta thoja Pumbi? Por herën tjetër, ndoshta vitin e ri do ta presim pak më shpejt në këtë studio, ndoshta e zbukurojmë pak më shpejt, si thoni, keni dëshirë ju të dy? Po. Edhe unë kam shumë dëshirë. Edhe ëmbëlsirat i sillin pak më shpejt baklavane. Sa më pëlqejnë festat e fund vitit? Dakor, festat e fund vitit do të nisin pak më shpejt. Faleminderit. Në rregull, pasi ne premtojmë ta
ta sjellë që në 1 dhjetor. Kështu kam premtuar të gjithë. E po e kam kuptuar që pimbit i prishen dhëmbët dhe e dëmton, kështu që e mbaj me shpresa. Po. Në rregull. Mirë, atëherë më lejoni të falenderoj dhe për veshjen time, butik Natalia e Ailinana, e cila si gjithmonë ka veshjet më të bukura, më me stil dhe me çmime të konkurruese. Dhe shumë e bukur sot. Faleminderit. Shumë të vërtetë, ajo Julia si gjithmonë. Dhe mua më pëlqevi, dhe mua më pëlqevi. Atëherë, themi një përshëndetje dhe mirupafshim të gjithë. Mirupafshim. Me shumë dashuri nga shtëpia jone vogël. Kalofshi mirë. Mirupafshim.